Nderuar drejtuese e seancës, nderuar kolegë, të nderuar qytetar. E kam dëgjuar veten për vite me radhë dhe shpesh herë ndoshta jemi ndjerë edhe në siklet. Jemi ndjerë në siklet jo sepse kemi gabuar, po sepse shqiptarët shpesh herë kanë kuptuar dhe e kanë ditur të vërtetën para nesh. Kanë qenë shumë hapa para nesh për shumë çështje. E kanë ndjerë kur paguajnë faturën, ndjejnë vështirësitë ekonomike, bëjnë llogarit në fund të ditës. Nga ana tjetër e ndjejnë dhe ku është e vërteta. E ndjejnë çfarë po ndodh sot, e ndjejnë për një sistem që fatkeqësisht për vite me radhë në këtë parlament kemi refuzuar ta shohim e kemi refuzuar të flasim. Unë sot nuk jam këtu për të folur për një projekt, nuk jam këtu për të folur as për një investitor. Sot duhet flas pikërisht për këtë sistem. Për atë sistem që i ka mbledhur sot qytetarët përballë qeverisë. Për sistemin që ka bërë të mundur që çdo projekt i madh në Shqipëri të shoqërohet automatikisht me mosbesim, sepse shqiptarët e dinë nga përvoja se ligji nuk i trajton të gjithë njësoj. Kjo po ndodh sot edhe me protestën që ka mbledhur qindra qytetar me parti, pa parti, organizata shoqërisë civile, që për ditë me radhë janë duke protestuar, që ditën e parë janë bashkuar asaj proteste jo si politikane, si qytetare. Kam qenë atje në një cep, pa foto, pa video, po sepse kam besuar që protesta e tyre është e drejtë. Në fakt, pak vite më parë, 3 vite më parë, disa organizata shoqërisë civile trokitën në derën e zyrës time dhe ngritën shqetësimin për ligjin e zonave të mbrojtura. I dëgjova shqetësimet e tyre me shumë interes. Ju bashkova shqetësimeve tyre dhe arritëm që ta çojmë çështjen e aeroportit Vlorës, ligjin e zonave të mbrojtura në dyert e Komisionit Evropian edhe të Parlamentit Evropian. Për 2 ligje të kapura, 2 ligje që sot po i prodhojnë efektet. Ashtu siç 10 vite më parë kam nisur të flas për ligjin e investimeve strategjike si një rrezik i vërtet, një rrezik i vërtet për sistemin që po ngres sot ekonomia shqiptare. Një ligj që merr e zapton pronën e pronarit legjitim e i kërkon shtetit të ndërhyjë për një marrëveshje ndërmjet pronarëve. Një ligj që lindi si i përkohshëm e sot është kthyer në një ligj të përhershëm. Një ligj i cili ka dhënë miliona metra katror leje ndërtimi e ka sjell vetëm një investitor të huaj. Vetëm një investitor të huaj. Është normale që projektet e mëdha të shoqërohen me debat. Është normale që projektet e mëdha të kenë nevojë për transparencë, për konsultime. Është normale që njerëzit të ngrenë pikpyetje, pikërisht ajo po ndodh sot me protestën. Qytetarët atje protestojnë jo vetëm për zvërnecin dhe për naftën, po atje protestojnë njëkohësisht edhe për sistemin, për pamundësinë ekonomike, për arrogancën. Janë qytetarë të lirë, të cilët sot po protestojnë që politika t'i dëgjojë. Janë qytetarë të cilët nuk janë dakord me atë që po ndodh në Shqipëri, që kanë mosbesim ke politika, të cilët kanë vendosur një pikpyetje të madhe për sistemin që është ngritur sot, që e kanë të vështirë që të punësohen, që detyrohen të largohen jashtë, që detyrohen çdo ditë më shumë të përballen me vështirësitë e janë atje të vetëm. Për këtë protestohet sot. Po protestohet njëkohësisht edhe për faktin që projekte të tilla të mëdha kanë nevojë për një debat madh publik. Do kishte qenë normale që kur një investitor serioz të vinte këtu në Shqipëri, t'i hapej derat, nisi një diskutim parlamenti 2 vite më parë. Po jo çdo gjë trajtohet si pronë e një personi. Jo çdo gjë trajtohet si shteti personal i Edi Ramës, që bën ndere, që ndan favore, që jep porte, që jep aeroporte, që ndryshon ligje për t'i ndihmuar këto njerëz. Do kishte qenë normale që të hapë një debat i madh publik me konsulencë, me një projekt atje të paraqitur përpara të gjithëve, edhe parlamenti diskutonte kostot e përfitimet. Kjo do kishte qenë normale. Por jo çdo gjë u bën fshehtësi, u kryen transaksione prona, shushitën e u blen prona, qoftë edhe te grupe kriminale, tek njerëz të cilët sot janë duke abuzuar me të. E kanë ngritur qytetarët në protestë për atë, po edhe për shumë probleme për çështje të tjera. I dëgjoj protestuesit që thonë janë gjithë njësoj. Jo, nuk jemi të gjithë njësoj. Jemi ndryshe. Unë kam folur këtu 10 vite më parë, kur ngriheshin kartonat për ligjin e investimeve strategjike. Kam folur edhe 3 vite më parë për ligjin e zonave të mbrojtura, edhe për ligjin e koncesioneve, ligjin e partneritetit publik-privat. Kam sjell këtu në parlament, kam luftuar çdo ditë që ky sistem sot me ligje të kapura në parlament mos jetë ai që sot po sjell ndikim në ekonomi, po kap mediat, ka shkatruar fatkeqësisht garën e meritokracinë.
Vitin e shkuar, me ftesë po të njëjtave organizata shoqërisë civile, i çova fëmijët e mi në Zvërnec dhe Nart për të parë flamingot. Unë e di që shumë kolegë ndoshta mund të duket pak edhe retorik, po kjo është e vërteta. Unë falenderoj Aleksandrin, Jonin, Olsin, Taulant, Binon që më çuan atje për të parë se çfarë pasurie ka Shqipëria. Dhe prandaj ju bashkova dhe asaj proteste. Jam bashkuar që ditën e parë këtyre kauzave sepse me të vërtet besoj, jo për politik, por besoj që Shqipëria mund të jetë ndryshe, duhet të jetë ndryshe. Që për të rrequr investimet e huaja ne duhet patjetër të zbatojmë ligjin. Që ne patjetër duhet jemi jo vetëm në gërm, po dhe në frym, njëjt me legjislacionin e Bashkimit Evropian, që ne duhet bëjmë çdo gjë për ta shkatruar këtë sistem që fatkeqësisht sot ka kapur ekonominë, fatkeqësisht po detyron sot qytetarët shqiptar të largohen. E kjo sallë, fatkeqësisht kjo sallë është kthyer në një noter. Është kthyer në një noter dhe një propozues i mekanizmave ligjor që e kanë bërë të mundur këtë sistem. I votuar ligji investimeve strategjike, ligji prokurimeve i votuar, koncesionet i votuar, mbi 5 miliardë euro kontrata strategjike të votuara, të miratuara, të mbrojtura këtu nga kjo sallë parlamenti. Ndërkohë që investimet publike janë minimumin historik, shërbimet publike degradojnë, shtresa e mesme po shpërbëhet, periferia po zbrazet, Kuksi, Dibra, Lezhë, me paga 2,8 herë më të ulta se Tirana, me papunësi rinore 40%, dhe një Shqipëri e re që fatkeqësisht po largohet, çdo vit pa kthyer kokën. Kjo është Shqipëria e rritjes letra, Shqipëria e mjerimit në shtëpi. Prandaj, pyetja sot nuk është kush ndërton, po pyetja është për kë po ndërtohet Shqipëria, për 20 kompanitë që marrin gjysmën e tenderave, për investitorin strategjik që e merr sot taksën 1,3%, ndërkohë që punonjësit, punëtorët paguajnë 27%, për kullat boshe që askush nuk mund t'i blejë, askush nuk pyet nga vin parat, apo për familjen që punon për të marrë 2 paga e përsëri nuk e blen dot një shtëpi, për punëtorin që paguan taksën e fshehur çdo vit, sepse pragu nuk është indeksuar, për fëmijët e Kuksit e Dibrës që hikin fatkeqësisht e po largohen. Nuk bëjmë politik, po bëj aritmetik, po llogaris. E aritmetika këtë thot. Ky sistem po transferon pasurinë e shumicës tek pakica çdo vit, me ligj, me vota, me kartona që vinë nga kjo anë e sallës, asnjëherë nga ana e djathtë. Prandaj jam sot këtu për të kërkuar diçka të thjeshtë e themelore. Kthejini parlamentit vendimarrjen via setet publike, kthejini qytetarit transparencën, kthejini sistemit tatimor drejtësinë. Nuk mund të flasim për integrim europian, ndërkohë që modeli ynë i zhvillimit është në kundërshtim me vlerat europiane. Nuk mund të pretendojmë demokraci, ndërkohë që parlamenti hesht mbi pyetjet themelore, kush i merr parat publike, si zgjidhen, kush mban përgjegjësi, vendet normale matet nga besimi i qytetarëve se rregullat janë të njëjta për të gjithë, nga mundësia që fëmia i mësuesit përfiton njësoj, është njësoj si fëmia oligarkut, e ka të njëjtin shans si ai, nga mundësia që familja me 2 paga të blej shtëpinë e saj. Shqipëria e rritjes duhet të jetë Shqipëria e barazisë, jo Shqipëria e mjerimit me fasad luksi. Shqipëria meriton të jetë ndryshe, e kjo ofertë ndryshe sigurisht që mund të vi, edhe pse ndoshta mund të kemi besime të ndryshme. Edhe megjithse mund të jemi të majtë ose të djathtë, po të gjithë na bashkon diçka, jemi kundër sistemit që sot rilindja e kjo qeveri ka ngritur. Na bashkon gjithëve diçka që ligjet me porosin këtë parlament e kanë shkatruar ekonominë. Na bashkon gjithëve diçka që Shqipëria duhet patjetër të zhvillohet ndryshe e duhet patjetër të ndryshohet. Nuk bie dakord me shumë nga thirrjet që kam dëgjuar atje në protestë. Nuk jemi të gjithë dot në një mendje, po bie dakord me nevojën urgjente që kemi sot për ta larguar këtë qeverisje, si emergjencë kombëtare, për të ndryshuar modelin ekonomik, për të shtrirë dorën çdo qytetari shqiptar për të bërë gjërat ndryshe, për të bërë gjërat me vërtetësi, për të bërë gjërat jo për politik, sepse ashtu besojmë, për ta ndryshuar Shqipërinë një herë për gjithmonë, jo vetëm për një pakicë, po për një shumicë shqiptarësh që fatkeqësisht sot po largohen pa kthyer kokën, për ta ndryshuar për çdo që beson akoma se politika mund të sjellë ndryshim. Le ta rikthejmë shpresën e qytetarëve shqiptar, qoftë me atë protestë, qoftë me ndryshime të vogla, le ta rikthejmë duke nisur nga politika. Faleminderit.